Asfaltimi i saj ka përfunduar 3 vite më parë, në dhjetor 2022, por sot rruga Xhemal Tirana në lagjen numër 15 në Spital shfaq probleme të theksuara infrastrukturore. Gropat e mëdha të krijuara përgjatë gjithë gjatësisë së saj janë kthyer në shqetësimin kryesor për komunitetin, por edhe drejtuesit e mjeteve që përshkojnë çdo ditë atë. Po së bën kanalizimet, po së bën posetat, po së hoq ujë nga rruga, ajo rrugën si në shtrofsh edhe në hekur ajo nuk mban. Duhet bëhen vepra të artit, pastaj bëhet asfaltimi. Bëhet me cilësi, pa cilësi. Me 5 cm asfalt me punë pa cilësi, kudo. Rënë që mjesë bënë, shumë problem bënë. Pse? Po pse se të kalën njerëzit, të s'ka kalën robi që ikën punë në mjesë, të i ke makinë rreshtë. Të gjithë makinat, atje në kokë, atje në kryt, sa aksidente jënë bënë. Në shajnë i kokë fare. Qatë më rruga dhe si shikoni dhe vetë, shumë e keqe. Gropa janë. Ata kanë punu shumë mirë, po nuk ka majtë. Nuk është vendi. Ky kanalizim këtu do rregullu. Pra sipas jush, shkapi se rrugat se don është kanali. Kanalizimi normal. Kanali. Rrshket dhe jo. Kalon dhe mjetet e enda shumë dhe nuk ka palëndeshën gjeshen e vetë, me gropa, kryua gropa, se tash tu është vetë me thiu kret. Tu poshtë do bëhe, nga do bëhe, lartësi këna, poshtë do bëhe. Duhet të ketë edhe vija të bardha, kërkojmë edhe polici. Edhe policia të qarkullojnë, sepse kur çojmë kalamajt në shkollë, i çojmë me frikë. Po derisa ne i paguajmë investimet shtetit, paguajmë ujë, paguajmë drita, paguajmë gjelbërimin, edhe shtetit përgjigjet. Banorët e zonës kërkojnë një rrugë me standarde me ndriçim dhe sinjalistik, pasi u tremben aksidenteve rrugore që mund të marrin jetë njerëzish. Kanali i hapur buz rrugës duket se është një nga shkaqet kryesore të dëmtimit të asfaltit, pasi krejt e kundërta ndodh në 2 akset e tjera, shoqata Çamëria dhe Shkodra, të cilat kanë infrastrukturë brenda të gjitha standardeve. Siç duket edhe në video, gjatë punës së bërë për sistemimin e kanalit ka pasur shumë mangësi, pasi tubat që janë vendosur as nuk janë lidhur njëri me tjetrin. Paratë të taksapaguesve të shpenzuara më kot dhe rrugë që dëmtohen vetëm pa kohë pas asfaltimit të tyre.